إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të ndershëm, është një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili ka ardhur në Bukhari dhe në Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohuni 7 gjërave shkatruese. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët ishin kurreshtar kur parashtrojke kështu pejgamberi alaihi salatu wassalam, pyetja apo tregojke diçka që është e rrezikshme, ata I thanë cilët janë ja Rasulullah. Ato ishin kurreshtar me njëherë me kuptuar cila është që të largohen, që mos të bien në këto veprat që shkatrojnë njeriun. Pejgamberi alaihi salatu wassalam tha, shirku me I bë ortak Allahut subhanahu wa taala. E dita tha është sihri me bo magji, me bo sihir dikujt. Dhe treta tha është vrasja, derdhja e gjakut e njeriut muslimanit pa të drejt. Dhe pastaj vazhdoi dhe tha ngrërja e kamatës, e cila është bo shumë e lehtë sot dhe ekziston në shtëpijat e muslimanëve, dhe ngrërja e mallit të jetimit dhe kthirja e shpinës, apo me ja kthi shpinën armikut kur të jesh në front, dhe e fundta është me akuzuar gratë e ndershme besimtare me lloj-lloj akuzash. Xhamatu nderuar, në këtë hadith na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto 7 vepra shkatruese. Ne do të flasim për një vepër e cila është e shumtuar, është e keqe, është bë që dukuri në mesin e trojeve tona, është vepër e cila të bën të largon prej rahmetit të Allahut dhe e merr mallkimin e Allahut dhe kënaqet dhe është I lumtur shejtani se e ka siguruar që ky person të cilin nuk e mëshiron Allahu, të cilin e ka larguar prej rahmetit të Allahut, e ka mallkuar, e ka garantuar shejtani që ky njeri është në xhehenem dhe ai rri rahat. Ky është katili apo vrasi I cili vret dikant rujna Zot. Ne jemi duke dëgjuar se çfarë krime janë duke ndodhur. Burri ban plan vret gruan, baba I furr fëmijët të vegjël me litar, ai tjetri ja pret kokën, ja çet sokak nonës vet, la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Si mundet të bëhet ky krim I madh? Me çfarë guximi merr njeriu që të derdhjet gjakun e një muslimanit? Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka bë haram derdhjen e gjakut musliman. Dhe çdo mjet, çdo vepër e cila të çon deri te derdhja e gjakut, e ka bë haram dhe e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Që vetëm se të ruat gjaku I besimtarit muslimanit, të ruat malli I tij, nderi I tij. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Thot dhe ju mos I vritni fëmijët e juaj për shkak fukarallëkit. Mos I abortoni fëmijët e juve për shkak se tutesh atë kesh me e vesh, e mi blej banes, e me furnizu, e me shkollu.
ke kujdes. Se kjo vrasje, se atë rësk nuk është ti dhe unë që ja jap në ati fëmis që jetë në shtatzon në barkun e nanës, po është Rabbul Alemini i cili ja ndan riskun, jo ti dhe unë. Do thot që ju mos i vrit një fëmin të juje për shkak varfëris, duke u tut prej fukarallakit, se ne jemi, Allah thot që ju furnizojmë juve edhe ata. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala thot, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dhe mos ju afrovni punëve të shumtuara të këqija, kënë të dukshme apo të mbrëmshme. Janë disa punë të këqija që i shohin njerëzit, po ka punë që të cilët e din vetë njeriu. Është e mbrëmshme, nuk është askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dhe mos e dërni gjakun e dikujt pa të drejtë. Se nuk lejohet. Dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Kjo është vasjeti. Kjo është që na mëson Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse që kjo është për ata të cilët kanë mend, din me meditu, din me mendu. Para mendojni, Allahu të porosit që pa dal në dynjë a fëmijë, në barkun e nanës kur është që ti të kujdesesh mos ta abortojsh. Se nesër keme dhanë llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka treguar në Kur'an që kush e vret një njeriu sikur mi vrat gjithë njerëzit. Por kush është shkaktar që shpëton dikant, bëhet sebeb me një dërmetësim, me një fjalë, me një motiv, dhe ndërpritet gjakderdhja, vrasja, si me shpëtu tërë njerëzit në sipërfaqen e tokës. A ka është problem më të madh? A ka vepër më e madhe se kjo? Të dërmetësojsh ti dhe të ruajsh që mos të derdhet gjaku i besimtarit. Allahu subhanahu wa ta'ala, ata të cilët kujdesen dhe ata të cilët nuk i përlin durët e veta me gjak, i ka krahasuar, i ka lëvdruar në Kur'an, i ka prunat gradën me ata të cilët e adhurojnë Allahun dhe nuk i bëjnë ortak Allahut subhanahu wa ta'ala. Para mendojni çfarë autoriteti ke ti që nuk i përlin durë tuja me gjak. Para mendoj çfarë pozite je i dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga Jabiri radiallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hajjat al-wada, në haxhin e fundit, ju ka drejtu sahabeve radiallahu anhum dhe ju ka thonë, gjaki juaj, malli juaj, nderi juaj, këto janë të ndaluar, janë të shenjta, do të thotë mos ta prekë dikush nderin e dikujt, mos ta prekë dikush gjakun e dikujt, mos ta prekë dikush mallin e dikujt. Zguxon. Do të thotë para mendo të ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala që mos mendoje dikush që t'ja marrë pasurinë dikujt. Mos mendoje dikush që të prekë nderin, ta cenojë nderin e dikujt dhe mos mendoje askush që unë e pe vras filoni se ma ka zonë rrugën, apo më ka hidhru, apo më ka mbo diçka një gabim. Do të ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Para mendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tregon o vëllezër të ndershëm që ka ardhur në hadith nga Abdullah ibn Omer radiallahu anhu. Ka thonë që një ditë ka konë duke bot tavaf pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe shet Ka'ban. Dhe i thot sa e madhe je o Ka'be. Kështu i drejtohet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe sa e madhe është shenjtëria jote o Ka'be. Por gjaku i besimtarit është më i madh se ti. Do thot derdhja e gjakut të besimtarit. Nga Abdullah ibn Burejde radiallahu anhu, nga babai i tij thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vrasja e besimtarit, do thot zhdukja e dunjos është më e lehtë se derdhja e gjakut të besimtarit. Në transmetim tjetër, zhdukja e dunjos është më e lehtë se derdhja e gjakut të muslimanit. Do thot që njeriu duhet të mendon, duhet të kujton para se të marrë një vendim të gabuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndaluar që edhe hajgare me bo me vllaun ton prej babe dhe prej nane me armë. Vllain ton që ta kalin baba dhe nona.
E ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bën hajgare, që a kthen armën vllajt vet. E ka mbush armën e thotë, po tutësh. Ose thikën, bën hajgare, ose pirunin, diçka hekër. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahih Muslim, kush i drejtohet me një hekur vllaut të vet, thot me laqet e mallkojnë këtë person, edhe nëse e ka vlla prej babe dhe prej nane. Një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot mos t'ia drejton ndonjëri prej jush vllaut të vet armën. Thot se ti nuk e din se ndoshta shejtani e shtyn dorën e tij dhe bie me një grop prej gropave të zjarmit xhehenemit. Sa njerëz duke bë hajgare kanë vrarë shokët e vet, dashamirët e vet, kanë plagos njerëzit. Vallaj nuk e di ç'ish ndodhi. Po ti ka dhënë zor pak dorës tënde shejtani, atë që i duhet asaj. Nuk i duhet shumë. Hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot që ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam që t'i jepet shpata apo t'i merret shpata dikuj kur është ajo e zhveshur, nuk është në kalluf. Do thot shpata nxjerr prej kallofit, edhe ti thua mere, apo thot po ta japi. Do thot e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Apo si armën pa ja vua, do thot siguresën, ja drejton thot që merre këshire çfarë arme është. Do thot është ndaluar. Para mendojni çdo hap që të shon në derdhën e xhakit që na ndaluar. Hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot që nëse kalon ndonjëri prej jush në xhami, apo në xhamin ton, apo në tregin ton, wa ma'ahu nubulun, me veti ka shigjeta. Me veti ka shigjeta. Thot le ti kapje me dorën e ti, që mos ta dëmton dikan prej muslimanve. E kuptuat? Do thot që besimtari duhet të kujteset kur ka naj hekër në dorë, kur ka diçka në dorë, kur është të punu me diçka, do thot që mos ta dëmton vllajën e vet edhe në xhami, por paramendojni edhe për në treg, për në pazar, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllezër, çështja e derdhjes së gjakut është e rrezikshme. Është punë e madhe. Paramendojni ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë këto hapat, pse? Që vetëm mos të vjen të derdhja e gjakut. Nga Ebu Bekrata radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse ballafaqohen dy muslimanë me shpatat e tyre, ai vrasësi dhe ivrami të dy janë zjarm xhehenemit. Subhanallah. Ai që vret, ai që është vrar. Sahabët kanë thënë, ja Rasulullah, ki që ka vrar e kuptua. Por ki tjetri që është i vram, çka është halli i tij? Çka është telasha e tij? Thot sepse, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana ai është kon i vendosur me vra vllajën e vet. Do thot edhe e ka shtin kuk armën për me vra, me taku me vra. Po edhe ai tjetri ka shtin armën kuk me taku me vra. Do të një jeti të dy shkon, më vrani njëri tjetrin, Allah na ruaj. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në këtë hadith që të kujdesmi që mos të vjen situata të rinderdhjen e gjakut. Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala kanë thonë për këtë hadith se ki hadith do të thote që armiqësinë që e kanë mes veti, fanatizmin, kërkimi dunjas, kërkimi pushtetit dhe pozitës, do thot edhe rrin gjendje gatishmërie me u vrarë njëri me tjetrin. Por, nëse jeti duke mbrojt mallin tënd, ti nuk je në zjarm xhehenemit. Se ti e mbron mallin tënd. Nëse ti je duke mbrojt nderin tënd, vritesh, ti je shahid, nuk hin në këtë hadith. Hadithi ku hin ka? Nëse ka armiqësi, nëse ka fanatizëm, nëse ka interes dunjos,
nëse kërkon pozitë dhe karrierë e pushtet, atëherë janë gjendje gatishmëri mu vra, cili do të marrë. E përket atëherë të dija në zjarmin e xhehenemit, Allah i na ruaj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lënë se kaç, por është një hadith i çuditshëm që të frikson, të zgjon shpirtin, të propton zamrën, të ndalën të mendon se çfarë kërcënimi na tregon me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë në pjesën e dytë të khutbës inshallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadithi që transmeton Tirmidhiu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: nëse banorët e qiellit edhe banorët e tokës bashkohen për derdhjen e gjakut të një muslimanit, një besimtarit, thot do t'i futje këtë zjarm Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuptuat sa rreziku me derdh gjakun e besimtarit? Mirë ata që kanë durë të përlime me gjak besimtarve. Të thot Allahu subhanahu wa ta'ala kërcënohet që banorët qiellit tokës gjithë edhe marrën pjesë në vrasjen e një besimtarit, do t'i shtjen zjarr. A me një gjysfjale, a me shpionazh, a me hile, a me tradhti, a me mbashtrim, a me falsifikim, a me ndrymin e dosjes, po ma parasysh. Ke marrë pjesë në derdhjen e gjakut të muslimanit, po ma parasysh mënyra dhe forma që shkon e jotje. Do thot, zjarr në xhenemit, Allah i na ruaj. Një hadith sa i Bukhari që ka ardhur nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, thot: kush e vret një muahiden. Muahid është një njeri i cili ka kontrat me një shtet muslimanve. Ka marrëveshje. Ai thot nuk ka për ta pa tani erën e xhenetit, edhe pse era e xhenetit dëgjohet larg 40 vite. Transmetim tjetri është thot ehlu dhimma. Ehlu dhimma janë ata të cilët jetojnë nën hijen e shtetit islam dhe paguajnë xhizje tatim, edhe shkon dikush prej muslimanëve e vret çat person i cili e pagun shtetit islam ja pagun tatimin, edhe shteti e ruan atë person, edhe pse nuk është musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e nin erën e xhenetit. Para mendoni për një ehlu dhimma i cili nën hijen pagun xhizje jo musliman. Për një që ka kontrat marrëveshje me to, çka do të thotë për derdhjen e gjakut të besimtarit apo të besimtarës, të muslimanit dhe të muslimanës? Për atë pas ka kërcënim. Por për besimtarët, për këtë çështje e vrasjes është ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala e kanë ndajtur në 3 kategori, 3 pjesë. Do thotë vrasje e qëllimshme, vrasje gjysmë e qëllimshme, edhe vrasje që ndodh me gabim. Do thot, këto janë 3 llojet në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Por neve nuk na premton koha sot në këtë hutbë, dhe të shohim se çfarë rreziku, çfarë kërcënimi ka bën Allahu subhanahu wa taala për atë i cili e vret veten e tij, që bën vetvrasje. Mos flasna pastaj për atë që e vret dikant tjetër. Për ai i cili bën vetvrasje, për ton ka kërcënime. Ka hadith. Dëshom inshallah në hutbën e ardhshme si të jemi gjallë, dëshom dhe dëshkimi i atyre që bëjnë vrasje të qëllimshme. Dhe kur konsiderohet vrasja e qëllimshme, kur është gjysmë e qëllimshme, si do të dallojmë gjysmën me qëllimshme edhe e qëllimshme? A ka në shariatin e Allahut, a ka në fejen e Allahut dallimet, rregulla,
Po si jo ka çdo se në fenë Allah subhanahu wa taala. Për këtë kur njerëzit që larguar prej dinit Allah subhanahu wa taala, derdhët gjaku i njerëzive, pastaj kollajnë brapa, rregullohet çdo sang, pse se nuk kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. E lutemi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre, të cilët kemi kujdes, frikemi, kujdesemi mos derdhni gjakun e muslimanit, mos jemi pjesëmarrës në derdhjen e gjakut të muslimanit. Lutemi Allah subhanahu wa taala që Allah të na vëdëson dhe të na bën prej tyre që e kuptojnë fenë Allah subhanahu wa taala. Lutë Allahun që Allah të na falë mëkatet tona, të na bashkon gjithë në xhenet al-firdaus wa aqimus salat.